Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë leximin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026, por dhe me tema për dashurinë. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe do shohim për gjitha shenjat e horoskopit me radhë se si do jetë kjo javë. Atëherë fillojmë në lidhje me shenjën e dashit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Ne shohim energjinë e javës në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, jemi te energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjës së luanit dhe energjitë shenjave të tokës. Gjithsesi, ju mund të keni ascendenten ose anën në këto shenja. Unë shoh që ju jeni përqendruar në humbjet e skaluarës. Mund të jetë humbja e një personi, humbja e një dashurie, humbje ekonomike, ose humbje të ndryshme ose dështime që mund të keni pas në jetën tuaj. Gjithsesi jeni përqendruar te kjo energji. Por kjo kartë ka një këshill. Lërini gjërat të rrjedhin. Shikoni mundësitë dhe ofertat që ju jepin, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe çfarë do lloj situate që ju mund të jeni. Mos u përqendroni te humbjet, ju thot. Gjithsesi, në mesin e javës shoh që ju keni kaluar shumë sfida në jetën tuaj, shumë vështirësi, mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me dashurinë, njofit lidhjet ose marrëdhëniet. Mund të keni kaluar sfida dhe vështirësi në punën tuaj nga ana ekonomike, ndoshta në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj ose me fëmijët tuaj, por ju do ta gjeni forcën për të ecur përpara, për të çuar gjërat para. Dhe në fund të javës shoh që do keni oferta. Në momentin që ju të merrni atë energjinë tuaj të nevojshme, atëherë shoh një ofertë, mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, mund të jetë që ju dëshironi të bëni dhe një udhtim, sepse shoh që keni kaluar vështirësi, dëshironi të lini mbrapa këto vështirësi, gjeni forcën për të ecur përpara, por edhe në lidhje me udhtime të ndryshme që mund të keni. Ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh që jeni duke menduar shumë fort në lidhje me anën ekonomike, dhe do keni oferta dhe mundësi nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me punën tuaj. Gjithsesi, është një javë, nuk është javë e keqe, thjesht dilni nga këto situatat e humbjes, por e rëndësishme është që ju gjeni forcën dhe ju shoh që do ecni shumë vrullshëm përpara. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së denit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të zjarit përsëri. Shoh që dëshironi të merrni iniciativa gjatë kësaj jave, jeni shumë të vendosur në veten tuaj, jeni shumë entuziast, do jeni entuziast në fillim të kësaj jave. Do jeni shumë të lidhur me familjen ose ju do jeni duke mbështetur shumë fort familjen tuaj, por ndërkohë mund të keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë fillimit të javës. Dhe kontratat mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jenë kontrata pune, kontrata në lidhje me ekonomike, në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme. Gjithsesi unë ju shoh që jeni të vendosur për të marrë iniciativa në lidhje me gjithçka. Dhe ju shoh në mes të javës, ju do lini mbrapa gjithçka që ndoshta nuk ju ka shërbyer më, dhe shoh që do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Shoh që
kjo fillim jave, por dhe mesi javës, ju do përqendroheni te vetja juaj më shumë. Dhe në fund të javës, shoh që dëshironi të bëni fillime të reja, ju mund të dëshironi një fillim të ri në dashuri, një punë të re, një partneritet, ose ju dëshironi të largoheni nga situata që ndoshta ju kanë penguar deri tani, dhe në fund të javës ju shoh përsëri në energjinë ku ju i vendosni qëllime vetes. Për pjesën e beqarëve ose ata që dëshirojnë të futen në njohje, shoh që ju do keni të bëni me një person që është gati në energjinë tuaj, energji zjarri. Sepse shoh një energji mashkullore që merr iniciativa, një energji femërore që është e vendosur në qëllimet e saj, është një energji shumë entuziaste, karizmatike, por ndërkohë këto qëllime kanë lidhje dhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike. Këtu kemi edhe disa shkronja në fakt, kemi Z, kemi N përsëri, kemi shkronjën P, kemi shenjën e shigjetarit shumë fort këtu te kjo energji dhe kemi dhe shkronjën H. Atëhere, është një javë fantastike me qëllimin veten tuaj, ju merrni iniciativa, largoheni nga gjërat që ju ndoshta nuk dëshironi të vazhdoni më, duke marrë një drejtim më të mirë për vete, i vendosni përsëri qëllime vetes në lidhje me gjithçka, me kontrata, me punën tuaj, do ndjeni shumë entuziast, shumë karizmatik, është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe me shenjën tuaj. Atëherë jemi te karta e peshores, karta e drejtësisë, kemi kullën, kemi 2 karta të arkanës së madhe, kemi edhe energjinë e shenjës të shenjave të zjarit. Atëherë, ju shoh që ju dëshironi të jepni zgjidhje diçkaje, një pjesë për jush mund të jeni midis dy personave dhe mendoni që ju të vendosni të jepni një zgjidhje kësaj situate, ndoshta për të zgjedhur një person ose ju dëshironi të vini një drejtësi mbi këta 2 persona. Dhe kjo ka lidhje me dashurinë, sepse ju kërkoni një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj dhe do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje deri në fund të javës. Për t'i dhënë zgjidhje situatave. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me gjykatat, me prokurorit, me dokumenta të ndryshme, çështje gjyqësore, dhe shoh që ju do bëni një ndryshim shumë të madh gjatë kësaj periudhe, ndoshta drejtësia vihet në lidhje me ju, dhe do jetë një ndryshim i papritur që edhe ju nuk e keni pritur këtë gjë. Gjithsesi, shoh që mund të jeni në udhtime, mund të jeni udhtime të shkurtra ose të gjata, jeni me qëllime në veten tuaj në lidhje me udhtimet që do bëni, por ndërkohë do keni edhe romanca në fund të javës. Ndoshta ju shkoni diku me personin tuaj të dashur dhe do kaloni edhe momente romantike aty. Gjithsesi, është një javë ndryshimesh të mëdha, zgjidhje të situatave, por edhe vënia e një drejtësie. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gatores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë shohim në lidhje me energjitë, jemi te energjia e shenjave të ajrit, energjia e shenjave të ajrit dhe energjia e shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë. Ju shoh që jeni në kërkim të një dashurie. Ju mund të kërkoni një person ose jeni duke kërkuar një dashuri, por ju shoh përballë një personi që nuk jep zgjidhje kësaj situate. Ndoshta është një person që do të mbrojë veten e vet, ndihet konfuz, sikur ka mbyllur syt, dhe shoh që sikur ky person largohet për të marrë një drejtim më të mirë për vete.
Ndërsa për pjesën tjetër mund të jeni duke kërkuar ndoshta për të blerë diçka, ose duke kërkuar një punë, një projekt, një bashkëpunim, një partneritet, dhe ndiheni shumë konfuz në lidhje me këtë fillim të ri, jeni sikur nuk i shikoni gjërat qartë, doni të mbronin veten edhe në lidhje me partneritete. Gjithsesi unë shoh që në fund të javës ju do të jepni një drejtim më të qetë, më të mirë për veten tuaj. Ju do mendoni se cila është më e mira për veten tuaj, sepse faktikisht ky vit kështu është, secili do mendoj për të mirat e veta. Kështu që unë ju shoh që ju largoheni nga kjo situatë konfuze, situatë që nuk i jepni zgjidhje, i lini mbrapa këto situata dhe merrni një drejtim më të mirë për t'i dhënë zgjidhje çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave, mund të ketë lidhje me pjesën e shëndetit, por edhe me pjesën e studimeve për një pjesë tjetër. Gjithsesi e rëndësishme është dhe shoh 2 herë hënën e re që ju dëshironi të bëni fillime të reja, por do harrini deri në fund të javës që të dilni nga momente ku ndiheni akoma konfuz. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë edhe në lidhje me ju. Dhe letrat bien vetë. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave kemi 4 shenja ku është dhe energjia juaj, energjia e shenjës së Demit, shenja e Akrepit, shenja e Luanit dhe shenja e Virgjëreshës. Gjithsesi ju shoh që për pjesën e personave që janë beqar, është një person te vendi punës që ju admiron, dëshiron që të afrohet me ju, ose është një person që ju pëlqen, por që ju nuk e shikoni. Shoh që mund të jetë edhe një person që është i fokusuar ose është i fiksuar më shumë në lidhje me ju. Por ju thjesht mendoni negativisht në lidhje me këtë person, ose mendoni sikur kjo gjë nuk mund të bëhet, nuk mund të ndodhi, por rruga është e hapur. Dhe shoh që fati do t'ju ndihmojë që ju t'i çoni gjërat para në lidhje me dashurinë. Ndërsa për pjesën tjetër i shoh më bashkëpunues në lidhje me familjen, në lidhje me shtëpinë, në grupe njerëzish, te vendi punës, ju diçka prisni, jeni me krah hapur, ndoshta edhe në lidhje me bashkëpunime të ndryshme që dëshironi të bëni, por në mes të javës futeni në një situatë ku ju do keni një bllokim mental, do jeni ndoshta duke menduar negativisht në lidhje me këto bashkëpunime që do keni. Por rruga është e hapur, nuk ka asnjë gjë nga ato që ju mendoni, thjesht largoni mendimet negative, sepse atë energji që jepni, atë dhe tërhiqni, por fati do t'ju ndihmojë, sepse kemi rrotën e fatit. Fati ju ndihmon që t'i çoni gjërat para në lidhje me gjithçka, me situata të ndryshme. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave, pjesën e studimeve, pjesën e shëndetit, sepse jemi te energji e shpatave. Gjithsesi unë shoh një bashkëpunim edhe aty për të rregulluar diçka, por fatin e keni me vete gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Të shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me të gjitha energjitë të shenjave të horoskopit.
me energji të shenjave të ajrit, por dhe energji të shenjave të ujit. Në fillim të javës mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja. Në fillim të javës ju shoh që ju keni manifestuar në lidhje me diçka. Nëse ju keni manifestuar për të qenë me një person ose për të hyrë në një njohje, atëherë unë shoh një realizim. Sepse shoh që do keni realizime në lidhje me gjithçka. Mund të jetë një realizim në dashuri me një person, mund të jetë një realizim te vendi punës nga ana ekonomike, në lidhje me dokumentat, por dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, me institucione shtetërore. Mund të jenë dokumenta, por mund të jenë dhe procese të ndryshme gjyqësore. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh që tregojeni pak të ftohtë, edhe pse harrini që ju të realizoni ato ëndra, dëshirat tuaja, ju ndjeni ndoshta keni pas eksperienca në të kaluarën tuaj dhe kjo gjë do t'ju bëjë që më tepër të mendoni me logjik, por ju shoh që do t'regojni dhe shumë të ftohtë. Mund të tregoni ftohtë në lidhje me, edhe pse harrini ta realizoni këtë dashuri, kjo gjë sikur nuk ju ngro. Ose realizoni diçka tjetër që ju vërtet e keni pritur për ta realizuar ose e keni manifestuar, ju përsëri edhe kjo gjë sikur nuk do t'ju ngrojë shumë. Gjithsesi, shoh që do përdorni shumë fort pjesën e mençurisë, pjesën e logjikës në lidhje me një fillim të ri, sepse ju keni manifestuar për një dashuri. Dhe unë shoh që është një kupë emocionale e mbushur plot e për plot, ku ju do ta bëni këtë fillim të ri. Ka shumë emocione në lidhje me një dashuri, edhe pse në mes të javës do jeni pak të ftohtë. Për pjesën tjetër do keni lajme të mira, por shoh edhe një çlirim. Mund të jetë një çlirim shpirtëror, ndoshta nga sfida, situata të vështira që keni kaluar, edhe pse ju do përdorni pjesën e mençurisë shumë, por përsëri shoh që ju do harrini të çliroheni ose të shëroni veten tuaj nga situata të ndryshme që ju mund të keni pasur. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit ose të emaili. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë shohim energjinë që vjen edhe për shenjën tuaj. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ajrit dhe energjinë e shenjës së gafores. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh që jeni në kërkim ose jeni në pritje të një lajmi nga një person. Mund të jeni në kërkim të një dashurie, mund të prisni një lajm ose jeni në kërkim të një pune, të një partneriteti, të një bashkëpunimi, të një blerjeje shtëpie ose edhe situata të ndryshme që ju kërkoni. Çfarë kërkoni ju? Është fillimi i javës që ju jeni duke menduar në lidhje me këtë gjë. Por ndërkohë shoh që sikur prisni për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje, janë në njohje, në një lidhje, unë shoh që sikur prisni një sinjal nga ky person ose një lajm, një mesazh. Dhe në mesin e javës shoh që ju do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, do keni romanca, për gjithë ata që ndoshta janë duke pritur diçka të tillë, të keni një romancë me një person ose të keni momente romantike në marrëdhëniet tuaja. Por ndërkohë ju shoh në lëvizje edhe në lidhje me punën. Ju jeni gjatë gjithë kohës duke lëvizur. Ndoshta sepse ju shoh jeni duke kërkuar dhe duke lëvizur për të arritur gjërat që ju vërtet dëshironi. Dhe shoh që do harrini të keni dhe kontrata. Mund të jenë kontrata në lidhje me punën, kontrata ekonomike, në bashkëpunime të ndryshme, ose kontrata shtëpie për gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë një blerje, një zhvendosje. Ju shoh edhe në udhëtime, në një udhëtim që do keni aty mund të keni një romancë me një person, por gjithsesi në fund të javës shoh që keni paqartësi, futeni brenda vetes, keni frikra emocionale, pasiguri në lidhje me një person, ndoshta që ju mund të keni momente romantike, një romancë. Nuk i shikoni gjërat qartë në lidhje me këtë person, por gjithsesi duhet keni kujdes edhe në lidhje me prapaskenat në fund të javës,
sepse mund të jenë persona që i keni afër vetes, duket sikur janë persona që ju mbështesin, mund të jenë persona të familjes, mund të jenë persona të shoqërisë tuaj, varet cilët persona mbani afër ju. Por janë persona që veprojnë komplet ndryshe nga ato që ju thoni ju. Sepse shoh që veprojnë mbas shpinës tuaj, thjesht duhet keni kujdes. Këtë mund ta shikoni në gjitha llojet e situatave. Gjithsesi, është një javë mirë, jo e keqe, ju jeni në kërkim të gjërave, jeni në lëvizje, thjesht dilni nga këto situatat e paqartësive. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe shohim energjinë që do vi, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni. Atëherë, kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Gaforec. Këtu kemi të gjitha shenjat e horoskopit, sepse karta e magjistarit i përfshin gjitha energjitë, dhe kemi energjitë shenjave të zjarit. Atëherë ju shoh që ju do të jepni drejtim emocioneve tuaja, do të jepni drejtim shtëpisë, familjes tuaj, por do të jepni drejtim edhe njofjeve, lidhjeve që keni, marrëdhënieve tuaja, por do të jepni drejtim punës tuaj, anës tuaj ekonomike, por do të jepni një drejtim më të mirë gjithmonë. Dhe në mesin e javës ju shoh edhe në udhtime, mund të keni udhtime të shkurtra ose të gjata. Gjithsesi, keni manifestuar në lidhje me diçka. Ju mund të keni manifestuar në lidhje me një dashuri, me një fillim të ri, dhe unë shoh një fillim të ri në fund të javës. Shoh shumë pasion në lidhje me këtë fillim, në një njohje të re ose momente pasioni në lidhje me ju, por ndërkohë shoh që mund të keni manifestuar në lidhje me anën tuaj ekonomike, me punën tuaj, në lidhje me dokumenta të ndryshme. Ose edhe në lidhje me qëllimet që ju i keni vendosur vetes, në lidhje me fillimet e reja, por unë shoh që deri në fund të javës ju do t'i bëni këto fillimet e reja. Çfarëdo fillimesh që të jenë, mund të jetë fillimi një dashurie të re, sepse shoh që ju dëshironi të jepni drejtim emocioneve tuaja. Mund të jetë një kontratë, sepse kemi dhe kontrata në fund të javës, edhe pse është fundjavë, por mund të jepni drejtim një pune, një nuk e di me çfarë tjetër projekt, bashkëpunime të ndryshme, por edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Shigetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Dhe shohim energjinë që ka në lidhje me ju. Keni të bëni me energjitë shenjave të tokës dhe të tokës. Jeni në energjinë e tokës. Po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, me një person, por në të njëjtin pozicion është dhe personi tjetër. Edhe personi tjetër mendon po aq seriozisht në lidhje me ju. Por ju shoh që ju keni mbyllur sytë dhe tregoni të mbyllur ndaj kësaj dashurie. Kështu që rrugën e keni të hapur, shoh që nuk shikoni këtë dritë kaq të bukur që vjen drejt jush. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër jeni duke menduar në lidhje me një punë, mund të jeni duke menduar në lidhje me familjen, me shtëpinë, me fëmijët tuaj, ose si ju të rrisni të ardhurat tuaja, por për një pjesë tjetër ndoshta për marrjen e disa parave, sepse është një shumë e konsiderueshme. Dhe në mesin e javës shoh që ju do t'i merrni këto para. Do merrni këto para, por ndërkohë do jeni dhe duke menduar ose të hiqni disa kursime ose për të investuar diku. Dhe ky investim mund të jetë një investim në lidhje me një punë,
mund të jetë një investim ekonomik, një biznes ose diçka tjetër, ose ju mund të jeni duke investuar te fëmijët tuaj, ose mund të ndodhi dhe e kundërta. Gjithsesi në fund të javës ju shoh që jeni në një pozicion mbretëror, duke menduar përsëri shumë fort në lidhje me gjithçka. Por është një javë që do jeni shumë me këmbë në tokë, jeni duke menduar, ose mund të jetë edhe një person që është një person shumë i afërt që mund t'ju këshillojë gjatë kësaj jave, por edhe mund t'ju mbështesi edhe në lidhje me anën tuaj financiare, edhe pse shoh që ju do merrni shumë të mirë parash, dhe më tepër është një person që ju këshillon. Gjithsesi ju shoh në një pozicion të mirë duke menduar shumë seriozisht në lidhje me gjithçka gjatë kësaj jave, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, nga ana ekonomike. Por mund të them që për ju është një javë ekonomike shumë e fortë. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Britscapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë ju keni të bëni me energjinë, kemi energjinë tuaj këtu të shenjës së Britscapit, ku është planet Saturni, energji ujë dhe energji toke. Gjithsesi në fillim të javës shoh që ju do jeni, nuk e di, por do kaloni disa tensione, situata toksike, mund të keni të bëni edhe me persona që janë toksik, por mund të jenë tensione në shtëpinë tuaj, në familje, në dashuri, por mund të jenë edhe tensionet e vendi punës, por dhe në situata të tjera, në lidhje me shtetin ose diçka tjetër. Gjithsesi ju shoh që është një fillim jave kur ju mbas këtyre situatave do filloni të vendosni një rregull në jetën tuaj, në lidhje me këto tensione që do ndodhin. Mund të jenë disa grindje që ju mund të keni, mund ta merrni të gjitha llojet e situatave. Ndërkohë kjo kartë tregon dhe varësi. Për gjithë ata që mund të kenë varësi, mund të jetë varësi ndaj ushqimit, ndaj alkoolit, ndaj cigares, ose varësi të ndryshme. Deri në mes të javës, shoh që ju do largoheni nga të gjitha këto situata dhe do mendoni për të marrë një drejtim të mirë për veten tuaj. Duke menduar më tepër për veten tuaj dhe duke i lënë mbrapa të gjitha këto situata tensioni, stresi ose persona toksik që mund të keni në jetën tuaj. Dhe në fund të javës ju shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht se çfarë drejtimi t'i jepni vetes. Të jepni një drejtim në lidhje me dashurinë, ndoshta ju të filloni një dashuri të re për gjithë ata që janë beqar ose gjithë ata që kanë situata të tilla dhe dëshirojnë që t'i lënë mbrapa këto për të filluar diçka të re. Ose ju jeni duke menduar edhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike. Shoh shumë fort nga ana ekonomike më tepër, në lidhje me gjithçka. Gjithsesi mund të jetë dhe një person që do t'ju mbështesi, mund t'ju mbështesi ekonomikisht, por mund t'ju mbështesi edhe në lidhje me këshillat që mund t'ju japi, që mund të jetë një person i afërt për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video në këtë kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë të shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Dhe shohim energjinë që vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Erdhi një energji fantastike për ju. Shoh që keni të bëni me energji të shenjave të ujit. Këtu kemi 4 energji, energjia shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës edhe Luanit. Dhe kemi energji zjarri. Në fillim të javës shoh që do keni flerte, do keni romanca, do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, ndoshta ju do jeni duke udhëtuar dhe aty mund të flertoni. Për pjesën tjetër shoh që do keni lajme të mira, mund të jenë lajme të mira në lidhje me fëmijët, me shtëpinë, në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që jeni. Gjithsesi në mes të javës shoh që mbyllni një cikël të vështirë.
mund të jetë një cikël, nuk e di për disa që ndoshta flirtojnë ose bëjnë, mund ta mbyllin këtë cikël për të filluar një cikël të ri, për të pasur diçka më të sigurt në jetën tuaj, ose për të ndërtuar gjëra më të sigurta, për të hedhur themelet forta në lidhje me një njohje, sepse shoh një cikël të ri ku ju do bëni fillime të reja, do keni takim me një person, do ndjeni shumë entuziazm, do jeni duke e festuar me këtë person, ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju do mbyllni cikle të vështira dhe do hidhni themele të forta në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në lidhje me shtëpinë, mund të keni investime që mund të bëni në shtëpinë tuaj, ndryshime, varet se çfarë doni të bëni ju te shtëpia. Por një pjesë tjetër mund të zhvendoseni nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, shoh. Gjithsesi unë shoh që dielli del për ju, çdo gjë do shkëlqej, do ndjeni shumë mirë gjatë kësaj jave. Është një javë shumë e mirë për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje, të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë, në lidhje me ju, shoh që ju keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së akretit, energjitë shenjave të zjarit. Ju shoh në gjendje pagjumësie, stresi, ndoshta kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë, por jeni duke menduar në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por shoh që ose në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Në mesin e javës shoh që ju i jepni fund diçkaje, një vështirësive që keni kaluar dhe shoh që ju presin surpriza aty. Gjithsesi, për një pjesë tjetër shoh një transformim shpirtëror, ndryshime të mëdha që vijnë tek ju, surpriza që do keni gjatë kësaj periudhe, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju keni. Dhe në fund të javës ju shoh shumë të vendosur në qëllimet tuaja. Ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me një fillim të ri, një dashuri, një punë re, në lidhje me anën tuaj ekonomike, me çështje dhe situata të ndryshme, por dhe me kontrata te vendi punës. Ju shoh shumë entuziazm, shumë karizmatik gjatë fundit të javës, do jeni në një energji zjari të fortë. Shoh më tepër këtu, sepse ju shoh me qëllime, me kontrata, ju shoh edhe shumë entuziazm. Atëherë është një javë e mirë, nuk është javë e keqe, ju thjesht dilni, çlirojeni nga këto situatat e pagjumësisë, stresit, duke menduar për një kohë të gjatë, i jepni fund diçkaje për të bërë një fillim të ri dhe këtu ka surpriza dhe i vendosni qëllime vetes në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet e gjithë viti, videot e javës, videot e muajit, por dhe videot me tema për dashurinë. Atëherë ju uroj një fundjavë të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.